një laps ose me një stik të tillë, e vendosim tek pjesa e gojës në këtë mënyrë, tek pjesa e buzës, dhe e tërheqim nga poshtë lart, kështu në këtë mënyrë. Bëhet pa folur që ta dëgjojmë, ta komentojmë vetë pastaj se e bëjmë apo jo, pra e kafshojmë lapsin dhe pjesa e nofullës do të iki gjithmonë pak më para. Dhe kjo ndihmon shumë në pjesën e forcimit të sistemit kockor të nofullës. Duke e shtrënguar, duke e shtrënguar, tendosim dhe pak muskujt e qafës, sepse që në moshën 27 vjeçe, mos të them pak më herët, krijohen ato vizat tek qafa, që është shumë e rëndësishme dhe unë e komunikoj gjithkohës, që qoftë kremin, serumin dhe çdo lloj gjëje tjetër që ne përdorim për fytyrë. Të përhapet edhe tek qafa. Qoftë edhe larsin, të përhapet dhe tek qafa dhe tek dekoltea, sepse ndodh që fytyrën e kemi shumë mirë, po qafa ka krijuar ato rrudhat. Dhe ky ushtrimi është perfekt për të qëndruar në divan duke parë televizor dhe duke e bërë.